Pastaj erdhi momenti historik të cilin jo vetëm për Odën, por edhe në histori të shtetit ka ndodhur për herë të parë kjo, e ku ne e ankimuam dhe e luftuam një ligj që ishte i padrejtë dhe antikushtetues, ligji për tatimin solidar, për të cilën unë vazhdoj të them dhe të mos e mohoj këtë fakt që ka qenë ligj për të mbushur arkën shtetërore nga keq menaxhimi i prizve tanë aso kohë, e më pas ato zbrastira buxhetore të mbulohen me një ligj siç ishte për tatimin ekstra, të fitimit ekstra, ashtu siç e quajnë në film, kur ne ankimuam dhe pas 1 vjet e gjysmë luftë, më 5 shkurt të vitit 2025, gjykata kushtetuese e dha vendimin në favor të Odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, duke e bërë që për herë të parë shteti të humbë një kontest gjyqësor në gjykatën e saj, gjithsesi dhe pikërisht ishim ne ata të cilët edhe nisëm këtë iniciativë dhe së bashku me një antar tonin, gjithsesi me kompaninë Lansky Ganzger plus Zeqiri Partners si është ajo, gjithsesi Alind Zeqiri ka udhëhequr në planin juridik këtë mision, duke e bërë Odën që e njëjta të triumfoj. Këtë fitore e kanë shijuar dhe kanë përfituar nga e njëjta jo vetëm antarët tonë, kanë përfituar edhe shumë kompani tjera të Maqedonisë, por që është një fakt shumë interesant. Dikun 52 milion euro u janë kthyer kompanive në përgjithësi, nga të cilat dikun 26 milion janë kompani shqiptare, por është edhe një fenomen tjetër, një dukuri ndoshta që mund të hap shumë pikpyetje, pse numri kaq i madh i bizneseve shqiptare të paguajnë tatimin solidar, ndërkaq proporcioni i numrit është shumë më i vogël. Nuk është i njëjti me palën tjetër.